Ishte në koncert në Bologna, detaje nga vdekja e Shpat Kasapit nuk u ndje mirë dhe zbardhen detaje nga vdekja e papritur e këngëtarit të njohur të muzikës shqiptare Shpat Kasapi. Mësohet se Shpat Kasapi ishte në një koncert në Bologna, teksa nuk u ndje mirë dhe më pas ndërroi jetë. Dyshohet se shkak është bërë ataku në zemër. Artisti Dibran, i cili prej më shumë se 2 dekadash ishte një nga emrat më të dashur të skenës shqiptare, nuk arriti të mbijetojë atakut sulmit kardiak, ndonse nuk raportoi të kishte pasur probleme të mëparshme shëndetësore. Shpat Kasapi, lindur në 1 maj 1985 në Tetov, u rit në një familje me origjinë dibrane dhe me tradita muzikore. Në fillimet e viteve 2000 ai u bë pjesë e skenës muzikore shqiptare, duke fituar popularitet të madh me stilin e tij modern dhe performancat energjike. Këngë si AMDO, Valle Kosovare, Dashni Palimit dhe Aroma e saj u kthyen shpejt në hite që e bën të njohur në të gjitha trojet shqiptare. Gjatë karrierës së tij, Shpat Kasapi mori pjesë në festivale të rëndësishme dhe realizoi bashkëpunime që lënë gjurmë të gjallë tek publiku. Ai vazhdoi të ishte aktiv dhe i pranishëm në muzikë, duke ruajtur popularitetin edhe në vitet e fundit.